Po, është vërtet, patë disa thirrje për persona që nuk janë direkt bashkë, domethënë politikës, janë në shoqëri. Dhe unë para disa vite vërtet kam aplikuar për vendin e profesoreshës atje në Maqedoni, sepse kam shtëpia në Maqedoni, se dhe gjitha jam të kush shumë mirë, edhe kam plotësuar krejt kushtet, ama këto ka qenë para disa vite. Edhe mos kam aplikuar. Por tash kam thënë se kam mundësi apo në bisedë për vendin e politikës. Nëse ju votoni atje në Azionë? Po, nuk kanë thonë direkte, por kush kanë qenë personat? Ka qenë një shok, një mjek e Kosovës. Tash emri nuk kujtohet, por disa herë kemi takuar çështu rastësisht. Cila ka qenë përgjigja juaj? Po, ju. Kam refuzuar sepse unë nuk e njoh këto personat edhe vërtet për mua ka qenë papranueshëm. Do të thënë mënyra që kanë ofruar këto, do të thënë vërtet papranueshëm. Ka pas disa tentime, do nuk ka qenë vetëm një. 2-3 thirrje. Ku jemi taku? Kemi takuar shumë të tjerë. Atëherë do të vazhdon të jetë që një njëjtë. Zonja Vajta, unë presim që ka qenë po ashtu edhe një status se Adresha Preziu dhe Akeqja të vetëdosës, që ka thënë që më shumë të tjerët po e përkrajen në Dudabarjen për juve dhe jo Albina Gjion. Me në konotacion jo ashtu pozitiv se keni parë këtë poste? Unë Arbishën nuk kam në Facebook, por disa shokë mi kanë qenë domethënë statusit, po është një pamje e domethënë deputetës. Nështë ata mendon se opozita më shumë është të respektu mu, unë jam shumë sigurt se kanë shumë arsye për sa. Dhe unë jam vërtet krenar në punë cili kam bu, edhe po vjen keq domethënë për faktin deputetës e Lenës. Unë për mu është një lloj krenari se nëse ata respektojnë mu më shumë se një deputeta e komunitetit shqiptar.